Progresi është i dukshëm, është i padiskutueshëm. Megjithatë, në llojin njerëzor ka ngelur ndjesia e luftës. Dhe kjo është gjë më e keqe. Po të bëj një referencë midis antikitetit dhe llojit njerëzor sot. Janë po ato fenomene të janë në përmite. I gjejmë sot, për shembull, mjafton të shkosh në gjykatat e vendeve të ndryshme dhe të dëgjosh të njëjtën problematikë njerëzore. Mjafton të shohim edhe vetë shoqërinë shqiptare me futjen e idesë së pronës të egoizmit personal. Këto gjëra kanë ndikuar shumë në shpirtin njerëzor. Po shikosh qytetet evropiane, për shembull, gjithmonë ka një lagje që përfaqëson të shkuarën. Në Tiranë do duhesh patjetër të ruhesh një lagje e vogël si një referencë në të shkuarën. Çdo qytet ka historinë e vet, ka fytyrën e vet dhe shumë të huaj kur vinë miq të mi që kanë ardhur, kanë kërkuar gjithmonë të shohin qytetin e dikurshëm, por nuk e gjejnë. Unë vetë, por shumë nuk e gjejnë. Në krijimtarinë tuaj, sidomos gjatë viteve të fundit, kam vërej që jeni fokusuar veçanërisht tek figura të ndryshme historike shqiptare me kontribute si në histori ashtu edhe në kulturë. Shkrimtar, artist, intelektual që ndonjëherë ngjajnë dhe pak të harruar në ditët tona, ne nuk është të flasim shumë për ta. Mendoni që Shqipëria dhe Europa dëshirojnë akoma ta kujtojnë të shkuarën, apo mos ndoshta e kemi më të lehtë që ta rishpikim atë çdo 20-30 vjet, sepse duket sikur ndonjëherë ka një përpjekje për ta lënë pas atë. Po, sigurisht, Evropa jeton në zhvillime të reja, ka një evolucion të madh sidomos teknologjisë e tjerë, kështu që megjithatë, po të shikosh dhe artët, po të shikosh dhe kinografinë, dhe botimet, sigurisht botimet biografike, historike, ka një vështrim drejt kaluarës. Domethënë, e kaluara shihet jo me nostalgji, po shihet si një realitet që i shërben edhe të ardhmes, i shërben aktualitetit, domethënë për të mos humbur ato referencet e duhura të një shoqërie. Ne edhe në Shqipëri kemi nevojë shumë për referenca historike. Edhe kjo nëpërmjet letërsisë, filmave, pjesëve artistike, teatrale e tjera. Në fakt, unë këtë punë lidhur me librin historik e kam filluar herët, domethënë mbas punës time si diplomat në Paris, duke qenë që jetoj në një vend që arkivet janë të hapura, botimet biografike janë shumë të pasura, librat historik po ashtu, ke mundësi të eksplorosh, të zbulosh, të risjellësh dhe mua më ka interesuar gjithmonë bota shqiptare dhe franceze. Ku piktakohen këto? Dhe si thua, e kam ndier veten si një lloj mesazheri në shkrimin e këtyre librave, mesazheri i kulturës shqiptare në Francë edhe i kulturës franceze në Shqipëri. Pse? Sepse çdo diplomat, dhe kjo është një tradicion francez më shumë. Diplomatët dikur që nga shekulli 17, 18, 19, edhe 20, mesi 20-s, kanë qenë edhe historian, kanë qenë dhe letrar, kanë qenë dhe arkeolog. Kam shkruar një libër për konsulatat franceze në Shqipëri, në Janin, në Shkodër, dhe kam vërej domethënë të gjithë këta konsull kanë shkruar libra. Dhe kjo është një gjë interesante, gjë e cilën ne diplomatët shqiptarë nuk e bëjmë. Për shembull, janë disa diplomatë që kanë shkruar diçka, po këta janë shumë të pak. Kjo traditë franceze po humbet dhe tashmë janë shtradita, si thua, diplomatëve politikanë, ose siç është në Amerikë, për shembull, ambasador bëhen ata që financojnë më shumë për fushatën elektorale të një presidenti të ardhshëm. Pse mendoni se na mungon kjo traditë, sepse për shembull ju përmendet dhe Amerikën dhe shpesh herë atje sidomos në të kaluarën shumë presidentë dhe politikanë të rëndësishëm pasi largohen nga karriera politike, gjithmonë botojnë kujtime, botojnë një libër në lidhje me periudhën që kanë shërbyer. Po, botojnë për veten e tyre, po jo libra për shembull për shoqërinë ose historinë e një vendi tjetër. Domethënë këta e bëjnë, si thua, për të mbetur ata në histori. Dhe është diçka personale, nuk është diçka sociale, diçka historike, në sensin për të rilevuar, për të afruar dy botë të ndryshme. Nëse
ktheni kokën pas për një moment në shekullin e 20 me gjithë luftrat, ideologjitë, tradhtitë, zhgënjimet që kanë përjetuar shoqëritë dhe popujt. Shihni progres apo përsëritje të historisë krahasuar me periudhën në cilën jetojmë tani? Progresi është i dukshëm, është i padiskutueshëm. Megjithatë, në llojin njerëzor ka ngelur ndjesia e luftës, ndjesia e shkatërimit. Dhe kjo është gjë më e keqe. Unë kam botuar para sa kohësh një poezi ku i referohem Shakespeare-it, i cili ka shkruar shumë për krimet e kohës mesjetës zhvendshme ose do të thonë të shekullit kur jetoi. Dhe pikërisht vurin duke pikërisht në llojin njerëzor këtë ndjesi të krimit, të luftës, dhe kjo vazhdon edhe sot. Kështu që po ta shikosh gjithë historinë njerëzore, edhe është një fatkeqësi, nuk besoj se është në gene, po është një fatkeqësi që luftrat nga koha e Neronit e këtej, pa edhe më përpara, si thua, janë të vazhdueshme, është si thua, është një sëmundje e përsëritshme në çdo fazë të shoqërive. Edhe sot, po të shikosh për shembull, janë luftat ato që e pengojnë zhvillimin e botës, zhvillimin e shoqërive, zhvillimin e progresit. Megjithatë, progresi është teknik, por dua të them edhe një gjë tjetër, po të bëj një referencë midis antikitetit dhe llojit njerëzor sot. Janë po ato fenomene që janë nëpër mite. Për shembull, janë miti e Edipit, mitet e tjera që kanë të bëjnë me personazhe të tjerë, të Medeas e tjerë. I gjejmë sot, për shembull, mjafton të shkosh në gjykatat e vendeve të ndryshme dhe të dëgjosh të njëjtën problematikë njerëzore të shpirtit njerëzor. Ka shumë probleme të cilat përsëriten dhe unë gjej një vazhdimsi të kësaj, është për të ardhur keq, por që ekziston. Mos ndoshta me gjithë këtë progres kaq të madh ekonomik, teknologjik që bota ka përjetuar, e kemi lënë pak më njanë këtë anën shpirtërore dhe reflektimin, që përderisa i gjejmë këto. Kjo vjetëre sidomos sot, domethënë kur them sot, këto dekada, sidomos dekadat e fundit, 2 dekadat e fundit, dhe në vazhdim, njeriu është ftohur disi, është bërë më tani janë gjithë proceset robotike etj, po ato kanë bëjnë me shkencën, por edhe njeriu ka një lloj impakti edhe mbi vetë njeriu. Është ftohur bota njerëzore, është ftohur shpirti. Dhe këtu mendoj unë që letërsia dhe artet kanë një rol shumë të madh në kultivimin e empatisë tek njeriu për njeriu. Mjafton të shohim edhe vetë shoqërinë shqiptare, me futjen e idesë së pronës të egoizmit personal. Këto gjëra, domethënë, si thua, kanë ndikuar shumë në shpirtin njerëzor. Si duhet të shpëtojmë? Duhet të shpëtojmë pikërisht nëpërmjet artit, krijimit, librit, pavarësisht se sot ekziston teoria që libri po humbet, por kam një besim të çuditshëm që libri do të ekzistojë në forma të ndryshme sigurisht, por që do të ekzistojë dhe njeriu do të ketë kënaqësinë që të mësojë nga libri, të mësojë nga artet. Ju keni shërbyer si ambasador dhe si diplomat në Paris, që është dhe qendra simbolike e humanizmit evropian. Megjithatë, Europa sot duket ndonjëherë pak e lodhur nga idealet e dikurshme dhe ndonse flet me gjuhën e paqes, në të njëjtën kohë dëgjojmë në lajme që po mobilizohet për të prodhuar më shumë armë. Kur shihni këtu e kontradikte, domethënë të kontinentit që shpiku humanizmin dhe sot ndoshta ka të vështirë që të dalloj veten e vet në pasqyrë. E shihni si krizë apo si nostalgji për atë që Europa ka përfaqësuar dikur? Europa, domethënë këtë shekullin 20 dhe shekullin e 21 që ka filluar, sigurisht ka pas gjithmonë një mision shumë paqësor, shumë progresist për zhvillimin e shoqërive. Por aktualisht ajo ndodhet përpara një vështirësie shumë të madhe. Janë disa fuqi të mëdha që janë militarizuar në mënyrën më të llahtashme. Dhe Evropa nuk mund të qëndrojë më në pozicionin e vetëm të idealizmit
ajo duhet të jetë edhe një entitet, si thua, i shteteve evropiane për t'i bërë ballë kësaj furie nacionaliste, hegemoniste, dhe pikërisht detyra e parë është mbrojtja, detyra e parë është zhvillimi i armëve mbrojtëse. Sigurisht, edhe kjo lloj tregtie që bëhet thjesht për këto vende cilat duhet të mbrohen. Për shembull, ndihma që i jepet Ukrainës nga të gjitha vendet e Evropës ka një sens pozitiv, ka një sens jo agresiv. Gjithçka Evropa e bën për të mbrojtur. Dhe sigurisht nganjëherë edhe në termat që flitet nëpër televizione lidhur me rrezikun bërthamor, me dizuazion që e quajnë ata, është thjesht jo për të përdoruar armët bërthamore, por për treguar që ne jemi të gatshëm ta përballojmë çdo ndërhyrje që mund të bëhet ushtarikisht nga fuqitë agresive të cilat e kërcënojnë Evropën. Evropa ka ngelur një Evropë e vogël në krahasim me këto superfuqitë të mëdha, në krahasim me Kinën, në krahasim me Federatën Ruse, e cila ka një oreks shumë të madh për të zgjeruar kufit dhe që kërkon të rivijë në kufit e dikushme të Bashkimit Sovjetik. Kështu që në këtë kuadër, kjo Evropë humaniste, kjo Evropë e idealeve të pastra, të shoqërive progresive, të së drejtës, të shtetit pluralist e tjerë, mendon gjithmonë që t'i bëj ballë kësaj furie, ne kërcënojmë sot, dhe prandaj është edhe detyra e Evropës, mendoj që pikërisht në këtë kuadër, në këtë lloj atmosfere të ndeshjeve, në prag të ndeshjeve të mëdha, duhet që gjithë Evropën juglindore, domethënë Ballkanin perëndimor, ta integrojë sa më shpejt në gjirin e vet, sepse kështu Evropa do të bëhet më e madhe demografikisht, gjeografikisht, në pikpamjen e resurseve toksore e tjera. Duhet vi pak edhe tek marrëdhënia e Shqipërisë dhe e jona si shoqëri me të shkuarën. Pas viteve 90 ka patur një progres dhe një zhvillim të konsiderueshëm. Megjithatë, zhvillimi shpesh nënkupton edhe shkatrim të ndërtesave të vjetra, ndonjëherë shkatrim të kujtesës, shkuarje drejt një tretshmëri ose një lloj njëjtësimi të shoqërisë. Dhe jam kurioz të di, mendoni që ne si shoqëri kemi frikë ta kujtojmë të shkuarën? Unë mendoj që ne si shoqëri nuk kemi frikë. Për shembull, juve dhe unë, për shembull, dhe shumë si ne, mira e qindra mira si ne, domethënë kanë një histori, nuk e shohin si nostalgji, po për shembull po të marrësh edhe qytetet, meqense është fjala në çështjet e konstruksioneve të qyteteve, të zhvillimit, të shkatërimit, të së kaluarës, po të shikosh qytetet evropiane, për shembull, gjithmonë ka një lagje që përfaqëson të shkuarën. Janë ato rrugë në Prag ose në Paris, për shembull, është Quartier Latin. Quartier Latin është një lagje që ruhet që nga 1500 e paprekur, ashtu siç janë me ato shtëpi. Kështu që është një lloj referencë e historisë. Këto referenca nuk duhet prishen. Për shembull në Tiranë do duhesh patjetër të ruhesh një lagje e vogël si një referencë një të shkuarën. Mirë po këtu ka qenë një gjendje agresive e ndërtuesve, të cilët kanë ndërtuar gjithë këto ndërtesa të larta etj. Unë nuk jam kundër ndërtesave të larta, po ka një sulm, si thua, ndërtimesh ku nuk është përfilluar fare as tradicioni dhe as kjo gjendje historike e një qyteti, se çdo qytet ka historinë e vet, ka fytyrën e vet. Dhe shumë të huaj kur vinë miq të mi që kanë ardhur, kanë kërkuar gjithmonë të shohin qytetin e dikurshëm, por nuk e gjejnë. Edhe unë vetë, për shembull, nuk e gjej më ato kujtimet e mia, rrugicat, ku kam banuar, ku kam jetuar. Të paktën të ishte një qelizë e tillë brenda një qyteti që po zgjerohet nga dita në ditë. Më pëlqen që Tirana është zhvilluar, jo vetëm Tirana, por edhe qytete të tjera, për shembull. Por gjithmonë duhet të ruajtur sensi i masës, duhet të ruajtur fytyra tradicionale, kupton, në ndërtime e tjera. Gjë e cila, domethënë, nuk është bërë. Çfarë dëmi
kulturor mendoni se na sjell kjo nëse shkatrojmë gjithmonë vlerëtesat ose të shkuarën, a ka një lloj rreziku në lidhje me identitetin, ndoshta një lloj rreziku psikologjik? Nuk mund të thuash që do ketë një rrezik, po vetë ne duhet ta ruajmë historinë, duhet edhe këtë duhet ta ruajmë në arkitektonik, në arkitekturë, në ndërtesat e banimit. Për shembull, pse të huajt kur vinë për shembull gëzohen për shembull të shohin Beratin, sepse shohin një qytet shumë simpatik, të veçantë. Po kështu për shembull në Gjirokastër janë ndërtesat gjirokastrite, ndërtesat e mëdha. Dhe po kështu domethënë në të gjithë botën turizmi zhvillohet nëpërmjet edhe kësaj ane tradicionale që çdo qytet ketë fytyrën e tij. Sepse Tirana sot ngjan si me një qytet tjetër evropian, eci këtu në zonën tuaj ku është edhe ku jeni dhe juve dhe më duket sikur jam në një qytet tjetër evropian, kështu që nuk ka ndonjë gjë të veçantë. Nëse do shkruanit për Shqipërinë sot, cili zhanër do i përkiste ajo vepër? Do ishte, nuk e di, satir, tragjedi? Unë në fakt jam pak i shpërndar në botime sepse kam botuar edhe në Paris edhe këtu disa libra poetik, kam botuar disa libra historik. Gjithashtu kam botuar romane të cilat i kam botuar në shqip, pastaj edhe në frëngjisht, jo vetëm frëngjisht, por edhe janë përkthyer edhe në anglisht, në italisht, në rumanisht kohët e fundit, maqedonisht, në greqisht ose kështu që megjithatë do të ishte interesante edhe kjo. Më ka grishur gjithmonë ideja për të shkruar për qytetin tim. Për shembull, kam botuar para 3 vjetësh një libër Fëmia i bulevardit Stalin. Bulevardi Stalin quhesh dikur bulevardi që sot quhet Zogu i Parë. Dhe si thua, unë jam rritur atje, kisha kujtimet e mia dhe kam shkruar me shumë dashuri gjithë, sepse bulevardi Stalin domethënë ka qenë ngjitur me sheshin e Tiranës, dhe sheshi i Tiranës vëshin gjithë veprimtaritë politike të kohës, gjithë mitingjet, gjithë ardhje e Quenllaja, ardhje e Krushovit, ngjarjet e ndryshme, kongreset e dikushme. Dhe si thua, gjithmonë fëmijëria ime ka qenë e ngërdheshur me këtë copës të qytetit, përmbytjet që bëheshin në sheshin e Tiranës, ndriçimi, ngjarjet personale të familjes, me të dënuar, me komunist, kështu që ishte një gjendje kozmopolite që zhvillohesh brenda këtij vendi. Një pyetje të fundit. Nëse do flistit me një shkrimtar të ri sot ose një të ri që do të shkruajë dhe do të bëhet shkrimtar dhe që ndonse përballet me kaosin dhe me këtë jetën e vrullshme që kemi, çfarë do i thoshit ose çfarë këshille do i jepnit? Nëse është për aktualitetin, duhet të jetojë aktualitetin. Të gjejë ato këndet që janë në hije për t'i kapur dhe për t'i trajtuar në vepër. Po të jetë temë historike, duhet patjetër të bëj siç bëri Zola për shembull me Germinal, që shkoi në qytetin e minatorëve dhe jetoi me ta. Po kështu Flaubert, për shembull, për të shkruar Salambon, u mbyll në bibliotekën kombëtare të Parisit dhe lexoi gjithë historitë që kishin ndodhur rreth historisë së Salambos. Do të them që duhet një studim paraprak, duhet një njohje e thellë, sepse nuk është vetëm emocione, sigurisht varet nga idetë. Idetë janë më të fuqishme se sa vetë realiteti historik, megjithatë idetë kanë nevojë për realitetin historik. Shumë faleminderit. Ju falenderoj gjithashtu. Ky podcast mbështetet nga Abi Bank.